Të nderuar dëgjues, ritakohemi përsëri drejt për së drejti nga studio Mirëmëngjes Shkodër. Tashmë atmosfera e 8 marsit natyrisht e përgatitur edhe shpirtërisht nga gratë, vajzat, kudo që të ndodhen ngjall një lloj atmosfere që ka nxitjen, vlerësimin, përkrahjen e grave dhe të vajzave. Shumë kush prej nesh mendon si do ta kaloj festën, por 8 marsi nuk kupton shumë çka që lidhet me jetën e gruas. Ndaj Bashkia e Shkodrës tradicionalisht organizon javën e kushtuar gruas me aktivitete të ndryshme. Ndaj sot do të flasim pikërisht për këto veprimtari dhe në studio jam së bashku me 2 specialiste të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik në Bashkinë Shkodër, Arvida Mlika dhe Gjoelda Sherqetja. Mirë se keni ardhur në programin tonë. Faleminderit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Besoj se këto ditë jeni shumë të motivuara për të realizuar një program disi të ngjeshur veprimtarish apo jo? Fillimisht mirëmëngjes, po sigurisht jemi duke punuar fort për javën e 8 marsit. Bashkia e Shkodrës në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, po organizon një javë aktivitetesh që fillojnë fakt nga nesër deri me datën 10 mars. Pra nga data 3 deri me 10 mars. Nuk e keni ndalur me 8, po keni rezatuar edhe absolutisht. Puna jonë bëhet çdo ditë vitit. Ne jemi aty afër grave, duke bashkëpunuar për ta për një të ardhme më të mirë. Edhe në fakt edhe slogani ndërkombëtar është barazi gjinore sot për një të nesërme të qëndrueshme nesër. Edhe ne kemi shtu dhe pjesën me ty, që ne jemi gjithmonë aty afër tyne për me punu bashk për një të ardhme qëndrueshme. Dhe programi, po aktivitetet e Bashkisë së Shkodër kanë si qëllim gjithëpërfshirjen e target grupeve të ndryshme në fakt, një molim me sa më të plot territorit, një ndërgjegjësim sa më të madh. Këto aktivitete do të organizohen pra qendrave tona komunitare, pranë qendrës rinore Atelje dhe institucioneve të varësisë të Bashkisë së Shkodër. Pra keni shfrytzuar të gjithë kapacitetet tuaja të mundshme dhe një infrastrukturë që ju e keni prej kohësh, funksionon me shumë shërbime. Po në fakt. Do të kisha dashur me fol në fakt pak për aktivitetet. Po patjetër. Disa nga aktivitetet kryesore që ne do të realizojmë gjatë javës së 8 marsit. Çfarë veçanësie kanë si vjet ato? Atëherë përveç aktiviteteve ndërgjegjësuese për barazin gjinore në gjitha këto qendrat tona komunitare, do të ketë një aktivitet veçantë në fakt për t'ju thënë faleminderit gjitha grave rume dhe egjiptiane për sfidat që ata hasen për ditë, për sa punojnë fort ata për mirëqenien e fëmijëve tyne. Ky aktivitet do të organizohet pranë qendrës komunitare multifunksionale për familjen, që është një qendër që operon në fakt për komunitetin rom dhe egjiptian, ka si fokus veçantë. Një aktivitet tjetër do të jetë në fakt pranë muzeut, ku do të kena një ekspozitë të autoreve gra. Një aktivitet tjetër do të jenë pranë bibliotekës së qytetit Shkodrës, ku do të jemi edhe ju e ftuar. Faleminderit, po e vërtet është. Për të shpjeguar eksperiencat tuaja në punë, apo ashtu edhe një sfidat, lidhjen e këtyre dy javëve, ndoshta. Gjithashtu do të kena një aktivitet për të moshumet e Bashkisë Shkodër. Ky aktivitet do të organizohet pranë qendrës komunitare për familjen numër 4, ku përveç shërbimeve tjera ka si fokus të veçantë dhe të moshumt. Gjithashtu për të tretin vit rallasi do të organizohet aktiviteti Ti je shembull. Këtë vit kemi zgjedhur njësinë administrative Postrip për ma organizu, ku do të jetë promovimi i disa grave të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në zonë dhe shembullin e tyre për një shoqëri më të mirë. Gjithashtu do të kenë edhe një koncert pranë qendrës rinore Atelje, ku do të kenë fusha të ndryshme si vallëzimi, piktura, ekspozitë dhe shumë këngë, pra nga fusha të ndryshme.
Këto do të jenë disa nga aktivitetet si mendoni se do të ndiqen shkolla? këto, sa do të ketë pjesëmarrje në këto aktivitete? Si po punoni që pikërisht këto aktivitete të organizohen me pjesëmarrje të shumtë, të grave? Në fakt, siç thoma edhe më përpara, në qendrat komunitare frekuentohen nga shumë përfitues çdo ditë vitit, edhe kjo nuk është vetëm për javën e 8 marsit. Ne në fakt do të punojmë edhe më për me ofru edhe ato që nuk janë përfitues në fakt të qendrave tona komunitare. Kështu do të organizohet edhe pjesëmarrja në aktivitete. Gjithashtu, patjetër, ne do të kemi kalendari është publikuar në faqen tonë të Facebookut, ku ftojmë gjithë që të marrin pjesë. Në fakt, ashtu siç po thoni, puna me gratë dhe fokusi rreth problemeve që ata kanë është një punë e gjithëvitshme. Java e 8 marsit i fokuson dhe tërheq akoma më shumë vëmendjen, ashtu siç edhe ditë të tjera të shënuara që lidhen me jetën e gruas. Si mendoni, ku qëndrojnë problematikat më të forta në jetën e grave? Faktikisht, normalisht puna jone e përditshme në qendrat komunitare është të qenë shumë afër përfituesve. Edhe të qenë afër tyre normalisht që na bën më prek me problematikat e tyre, edhe më përfshin në zgjidhjen e tyre. Por problematikat janë faktikisht një numër i madh të parë parasysh që edhe kushtrirja e Bashkisë Shkodër është në një rrjet të lartë qendrash komunitare që janë të përcaktuar në çdo zonë të rajonit të Shkodrës, por përveç aty ne kena edhe qendrat komunitare që janë të specifikuar me specifikat e target grupeve, si për të rinj, që kena për të rinj qendrën rinore, qendrën multifunksionale për komunitetin rom dhe egjiptian, por dhe qendrën Harmonia që është njërisi në Bashkinë e Shkodrës, të pas parasysh dinamikat që ka për fëmijët që janë prekur nga spektri i autizmit. Normalisht në qendrat tona na përpiqna që përfituesit sipas nivelit nevojave dhe sipas rrezikut të kenë prioritetin maksimal në përfshirjen me shërbimet që ofrojnë pranë qendrës. Shërbimet janë të shumta, gjithmonë partneritet edhe me organizatat e shoqërisë civile, që gjithmonë kanë fokus fuqizimin ekonomik të familjeve, mbështetjen me shërbime që mund të jenë shërbime direkte, qoftë du bazu gjithmonë në planin e ndërhyrjes për një periudhë 3 mujore, 6 mujore, të pas parasysh që pas kësaj familjet integrohen edhe përshtaten shumë më mirë në shoqëni. Normalisht një fokus të veçantë të pas parasysh që po flasim edhe për gratë, kena edhe gratë që janë me urdhra mbrojtjes, që janë viktima të dhunës në familje. Që si ka evoluar pikërisht ose si ka ecur, domethënë çfarë tregojnë shifrat? Është në rritje numri i tyre apo ka një tkurrje, një zvoglim? Faktikisht u lidh edhe me kalendarin e aktiviteteve, aktivitetet e shumta që na bëjmë në qendrat komunitare, klaset e prindërimit, grupet mbështetëse, lojrat psikosociale, life skillset e ndryshme që kanë fokus përfituesit, bëjmë me zjarr dinamika të ndryshme. Edhe shpesh herë qendra komunitare është një derë e hapur për të tonë banorë të rajonit përkatës. Edhe normalisht ata ndjen lirë që momentet kur kanë vështirësi, dhunë familje, vinë edhe tek ne edhe në raportojnë shqetësimet e tyre. Si funksionon zinxhiri i ndihmës? Faktikisht, menaxhimi i rastit është proces zinxhir që secili institucion ka kontributin e tyre. Normalisht kryesisht rastet e dhunës na vinë nga policia që denoncojnë dhunën në familje, edhe normalisht gjatë periudhës monitorimit të urdhrit mbrojtjes, i mbështesu me shërbime që mund të jenë këshillimi psikologjik, mund të jenë këshillimi juridik, mbështetja ekonomike, gjithmonë në programet e strehimit, gjithmonë të pas parasysh nevojat e familjes. Procesi është zinxhir sepse bashkia nuk ka se mundet me e bëj vetëm, është zinxhir që secili institucion si funksionon këto halka? Domethënë qoftë gjykata, qoftë policia, secili ka një rol në menaxhimin e rastit. Por edhe organizata të ndryshme. Po normalisht që janë pjesë e pandashme e punës tonë, sidomos një pikë fort do të kishim thonë. Një pikë fort do të kishim thonë menaxhimin e rastit, organizatat e shoqërisë civile. Ndërkohë do desha të dija çfarë bëhet për fuqizimin ekonomik të grave? Faktikisht, sikur e përmenda tek plani i ndërhyrjes, ne kena disa programe. Fillen që mund të janë nga Bashkia e Shkodër, por edhe nga organizatat partnere. Fillimisht fillojmë në programet e fuqizimit ekonomik që janë programi i strehimit,
ku përmjet subvencionimit të bonusit çoras apo programet e tjera, i mundsohet grave dhe vajzave një mundësi që me jetu në një banesë të sigurt. Përveç asaj kemi edhe programet e kopshteve, ku të cilët ofrohet një ndihmë që momentin që gjatë referimit tek zyrat e punësimit për regjistrimin edhe punësimin e familjes, kena parasysh që normalisht për nanat ka me kene nevojshme që dikush më kujdes për fëmijët. Edhe kopshtet janë një aset që gjatë qëndrimit fëmija që janë edhe me kusgjatje të pas parasysh që shpesh herë nanat janë edhe në fasoneri që është vështirë menaxhimi. Kemi dhe organizatat partnera që na ndihmojnë me pjesën e kujdesjes së fëmijëve në kopshte specifike për target grupet e veçanta për gjithmonë të pas parasysh nevojat e tyre. Do të kisha dashur në shtu që gratë si gratë e vetme, si gratë e dhunume, kanë një shim nga pakita fiskale, si për pagese, po lehtësira të pakita fiskale, si tek pagesa kopshteve apo pagesa tjera që mund përfshin pakita fiskale. Gjithashtu tek programet e strehimit, gratë e dhunume, gratë viktima dhunës në familje, kanë një mundësi për me pas pikë më shumë, prioritet më shumë në sistemin e pikëzimit. Gjithashtu keni realizuar të tilla, do të thënë, keni një numër të tillë realizimesh që lidhen me strehimin e tyre grave, për shembull, ose ndoshta nuk mund të flasim me numra eksakt, por që ka përfituese shumë femna, të cilat janë vetme, të cilat kena tentuar për mi fuqizu. Si mendoni, si do ta vazhdoni punën në këto drejtime? Sa e nevojshme është? Mendoj se tashmë bazat janë tashmë çanat komunitare njihen, përfituesit i njohin, tash kena për me bë këtë pjesën e qëndrueshmërisë. Se në fakt përvoja që sjell Bashkia e Shkodër, ndoshta në të vetmet bashki në vend me qendrat komunitare është krejt e veçantë, madje megjithëse jeni një sektor që nuk keni shumë vite, keni krijuar tashmë atë ecurinë tuaj dhe përvojën për të realizuar një infrastrukturë në ndihmë të njerëzve, të grave, të familjeve. Do desha të dija çfarë përshtypje merrni kur një grua nxirret nga një situatë e vështirë? Po tjetër që ja knatësia më e madhe. Keni ndonjë rast të veçantë për shembull që edhe doni ta evidentoni, sepse mund të bëhet motiv i vazhdueshëm edhe ju që punoni me këto gra? Faktikisht raste ka normalisht, por na gjithmonë menaxhimin e rasteve mundohen na që tek rastet mu fokusu tek pikat e forta. Edhe pse shpesh herë gjithmonë konteksti kulturor, situatat që përjetojnë gratë e dhunume janë shumë të mëna dhe kanë shumë gjithmonë vështirësi, edhe kur vinte na është si më thon dera fundit edhe ndihen sikur janë vetëm atë pa mbrojtëna. Normalisht si më thon kënaqësia punës tonë është falënderimi që na marrim për mbështetjen edhe monitorimin në mënyrë të vazhdueshme, qoftë edhe për shërbimet që ofrojnë për nesh, e shohin si pikë referimit edhe për ne na intereson që për këtë janë edhe tek pjesa e takimeve që na bëjmë që gratë ndajnë eksperiencë me njëra tjetrën. Edhe normalisht në rastet kur përveç faktit se sa zoni jonë mund depërtojnë në zonat ndryshme, është shumë e rëndësishme që edhe gratë shpesh herë krijojnë një grup mbështetës që shpesh herë ndajnë problematikat edhe duke ndihmuar edhe njëra tjetrës, munden më fuqizu edhe munden, si më thonë, me pas ma tepër progres në jetën e tyre, edhe më integru sa më mirë në shoqëri. 8 marsi po afron, natyrisht një mesazh i bukur, një thirrje e brendshme që lind, ne jemi vetë femra dhe dëshirojmë nuk përjashtohem me asnjëra, asnjë nuk përjashtohen nga problematikat e kohës, sepse jeta e tillë është, secili ka problemet e veta, por nëse ka një mirë kuptim, ka një mbështetje, qoftë edhe me një buzëqeshje, qoftë edhe me një përkrahje të vogël, por akoma më shumë me programet e përkrahjes që ju i keni tashmë të aplikuara prej vitesh. Kjo është një mundësi e mirë, një derë ku mund të trokasësh. Mesazhi juaj. Atëherë, mesazhi im do të ishte një thirrje gjitha grave për me luftu për drejtat e tyne,
për barazin gjinore, në mënyrë që të kena mitar në më që ndryshme nesër. Ne si gjithmonë jena aty afër tyne për me luftu bashk. Atëherë mesazhi jonë është që gjithmonë përveç pjesës, gjithmonë do të pas parasysh që ne jena një shoqëri që synojmë gjithëpërfshirjen edhe njohjen e drejtave të tonëve. Ideja është që t'jena sa ma empatik edhe gjithmonë të ndërgjegjësona për nevojat që kanë edhe të lobojmë sa më fort për nevojat e grave dhe vajzave. Megjithse tek ne 8 mars është një ditë ku më së shumti festohet, në të vërtetë është një ditë ku secila prej nesh duhet të reflektojë mbi jetën, mbi marrëdhëniet, mbi problemet, mbi ecurinë, mbi atë ku mund të mbështetemi dhe atë ku mund të synojmë. Uroj që tek secila të ketë një rrugtim të bukur, mbase edhe një vrapim me pengesa, por edhe nëse rrëzohet dikush ndonjëra prej nesh të ngrihet akoma më fort. Unë ju falenderoj shumë që ishit në programin Mirëmëngjes Shkodër sot dhe ju uroj ecuri të mbar në realizimin jo thjesht të një programi jave aktivitetesh, por në gjithë ecurinë e vitit në problematika që ju trajtoni në ndihmë të familjes dhe të grave. Faleminderit. Faleminderit ju që jeni edhe pjesë e kësaj sfide të përbashkët themi që ne kemi të gjitha së bashku. Drejtat e grave. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe suksesa.